Në oborin e Big Brother Kosova, mbrëmja kishte një qetësi të çuditshme. Dritat mbi kopsht ndriçonin ngadalë, ndërsa banorët ishin shpërndarë nëpër ambiente. Bia, e cila prej ditësh dukej më e tërhequr dhe më e tensionuar emocionalisht, më në fund vendos të flasë. Ajo afrohet te Arditi, i cili po rrinte i ulur në sheshpushimin pranë pishinës. Me një buzëqeshje të lehtë, por sy të lodhur nga emocionet që i kanë marrë frymën, Bia i thot Ardit: "Kam nevojë për pak puthje, për pak dashuri. Më duket sikur po më mungon diçka këtu brenda." Arditi e shikoni habitur, jo nga fjala, por nga sinqeriteti i saj. Ai nuk ishte mësuar ta shihte Bian kaq të brisht. Në shtëpi, ajo shpesh tregonte energji, batuta dhe provokime, por këtë herë zëri i saj dridhej pak. "Je mirë? Çfarë po ndodh me ty?" I thot Arditi me një ton të butë. Bia ulet pranë tij, duke rëshitur flokët pas veshit, thjesht. "Këtu brenda ndonjëherë më duket sikur mungon afeksioni, ndonjë fjalë ngrohtë, një përqafim, diçka njerëzore. Nuk po flas për lojë, po flas për ndjesi." Arditi buzëqesh lehtë, duke e parë drejtë në sy. "Unë jam këtu. Nuk të lë vetëm. Po më thua troç që ke nevojë për dashuri. E mirë, po e dëgjoj. Por mos haro se ti je e fortë, Bia. Ajo që të mungon, unë mund të ta jap si mbështetje, si mik." Bia i prek krahun lehtë, e qetë, e sinqert. "Nuk po kërkoj asgjë të gabuar. Vetëm pak afërsi. Pak mirëkuptim." Arditi e mbështjell me krah, duke e afruar ngadalë. Atmosfera në obor ndryshon, kamera afrohet, mikrofonet kapin frymëmarrjet e tyre të qeta, ndërsa kjo skenë bëhet ajo lloj momente që publiku e ndjen menjëherë, një çast i butë, i vërtet, ku dy banor fyejnë murin e lojës dhe flasin si njerëz. Në oborin e Big Brother Kosova, mbrëmja kishte një qetësi të çuditshme. Dritat mbi kopsht ndriçonin ngadalë, ndërsa banorët ishin shpërndarë nëpër ambiente. Bia, e cila prej ditësh dukej më e tërhequr dhe më e tensionuar emocionalisht, më në fund vendos të flasë. Ajo afrohet te Arditi, i cili po rrinte i ulur në sheshpushimin pranë pishinës. Me një buzëqeshje të lehtë, por sy të lodhur nga emocionet që i kanë marrë frymën, Bia i thot Ardit: "Kam nevojë për pak puthje, për pak dashuri. Më duket sikur po më mungon diçka këtu brenda." Arditi e shikoni habitur, jo nga fjala, por nga sinqeriteti i saj. Ai nuk ishte mësuar ta shihte Bian kaq të brisht. Në shtëpi, ajo shpesh tregonte energji, batuta dhe provokime, por këtë herë zëri i saj dridhej pak. "Je mirë? Çfarë po ndodh me ty?" I thot Arditi me një ton të butë. Bia ulet pranë tij, duke rëshitur flokët pas veshit, thjesht. "Këtu brenda ndonjëherë më duket sikur mungon afeksioni, ndonjë fjalë ngrohtë, një përqafim, diçka njerëzore. Nuk po flas për lojë, po flas për ndjesi." Arditi buzëqesh lehtë, duke e parë drejtë në sy. "Unë jam këtu. Nuk të lë vetëm. Po më thua troç që ke nevojë për dashuri. E mirë, po e dëgjoj. Por mos haro se ti je e fortë, Bia. Ajo që të mungon, unë mund të ta jap si mbështetje, si mik." Bia i prek krahun lehtë, e qetë, e sinqert. "Nuk po kërkoj asgjë të gabuar. Vetëm pak afërsi. Pak mirëkuptim." Arditi e mbështjell me krah, duke e afruar ngadalë. Atmosfera në obor ndryshon, kamera afrohet, mikrofonet kapin frymëmarrjet e tyre të qeta, ndërsa kjo skenë bëhet ajo lloj momente që publiku e ndjen menjëherë, një çast i butë, i vërtet, ku dy banor fyejnë murin e lojës dhe flasin si njerëz. Sonte në Big Brother Kosova pritet një nga momentet më të forta emocionale të këtij edicioni. Produksioni ka paralajmëruar se Edi do të thirret në dhomën e rrëfimit për një njoftim që pritet t'i trondit të gjithë banorët dhe publikun. Që në orët e para të mëngjesit, në shtëpi ka pasur lëvizje të çuditshme. Banorët kanë vënë re se stafi po përgatiste diçka të madhe, ndërsa kamerat e ndjekin Edin pothuajse kudo. Ai vetë ka qenë më i heshtur se zakonisht, ndërsa shpesh e kapin i menduar duke parë në këndin e oborit ku shpesh rrinte me dolcen, por mbrëmja e sotme do t'i ndryshojë gjithçka. "Edi, të lutem ulu. Kemi një informacion për ty." Dera e dhomës së rrëfimit mbyllet pas tij. Muzika bie. Zëri i Big Brotherit bëhet serioz. "Ne e di që ti ke folur shumë për dolcen, për lidhjen tuaj jashtë, për mungesën që ndjen. Por Big Brotheri ka për detyrë të informojë për një zhvillim të rëndësishëm." Edi mbetet i ngrirë.
Syt I hapen pak e duart I shtrëngohen, Dolce është futur në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali. Dhe që në ditët e para, ajo është afruar shumë me një prej banorëve atje. Pamjet shfaqen në ekranin përballë tij, Dolce duke buzëqeshur, momente nga bisedat me banorin italian, afrimitete, çaste që flasin vetë. Eddie e tërheq frymën me vështirësi. Syt I lëkunden midis krenarisë, habis dhe dhimbjes, ajo ka thënë se po e nis një njohje të re. Se brenda shtëpisë së Grande Fratellos po gjen dikë me të cilin po krijon kimi. Një heshtje e rënë. Eddie ul kokën. Buzët I dridhen, nuk ka shpërthyer. Por duket qartë që brenda tij gjithçka po shembet, jashtë, banorët presin, në sallon nuk dëgjohet as fryma. Të gjithë presin çfarë po ndodh me Edin, sepse produksioni ka paralajmëruar se lajmi është jetik për të. Kur dera e dhomës së rrëfimit hapet, Edi del ngadalë. Syt I janë skuqur, fytyra I është veshur me një qetësi të frikshme. Banorët I afrohen, por ai thot vetëm, s'jam mirë. Më duhet pak kohë. Nailiri I vendos dorën mbi shpatull. Benita. Grande Fratello, momenti që trondit shtëpinë, mbrëmja kishte zbritur ngadalë mbi shtëpinë e Grande Fratellos, banorët rinin të shpërndar, dikush qeshte, dikush bënte thashetheme, e dikush thjesht priste diçka të ndodhte. Por askush nuk e priste atë që do të vinte nga Dolce, në mënyrë të papritur, ajo ngriti zërin dhe kërkoi vëmendje. Edhe kamerat u afruan. Atmosfera u ngurtësua, jam lidhur me një person këtu brenda. Tha Dolce me një buzëqeshje të lehtë, të shtirur, të gjithë u kthyen nga ajo, por thjesht për lojë. Nuk është se e dua. Ishte strategji, pjesë e lojës. Dhe unë do vazhdoj me të, sepse kështu e kam nisur. Fjalët e saj ranë si bomë. Disa banor u shtangën, disa qeshen me nervozizëm, disa u pan mes tyre për të kuptuar nëse ajo po e thoshte vërtet apo thjesht po provokonte publikun, por ai që u godit më shumë ishte Edi, banori I Big Brother Kosovas që kishte folur shpesh për Dolcen, madje edhe pas largimit të saj në Itali. Zemra e tij ishte ende e kapur aty ku e kishte lënë, të ndjenjat e pastra që I shpërthyen kur ajo doli nga shtëpia, ndërsa Dolce fliste, Edi ngriu. Syt ju mbushën me atë lloj trishtimi që nuk e ku ta fshehesh, edhe po deshe, Dolce vazhdoi, sikur donte t'i jepte goditjen e fundit, nuk dua që të keq kuptohem. Por për mua ishte lojë. Unë s'kam dashuri për të. Thjesht një lëvizje. Në dhomën e rrëfimit, pak minuta më vonë, Edi ul përballë kamerës, duke marrë frym thellë, zëri ju drodh, unë e dua akoma. S'kam pasur kur lojë me të. E kam ndjer fort. Edhe tani që flet kështu. Zemra ime prap rreh për të. Ai fshiu syt, duke u përpjekur të mos e tregonte shumë, ndoshta jam budalla. Ndoshta jam I vetmi këtu që s'luaj. Por Dolce. Unë se haroj. Në shtëpi, banorët nisën diskutimet pa fund. Disa I dolën në krah Dolces duke e quajtur lojtare të fortë. Të tjerë e mbrojtën Edin duke thënë se ai ishte I vetmi që kishte ndjenja të vërteta. Publiku shpërtheu në reagime, një pjesë e adhuronte vendosmërinë e Dolces. Toni u zgjua më herët se zakonisht atë mëngjes. Me flokët ende të çrregullt, ai mori një banane nga shporta e kuzhinës dhe filloi ta hante me atë qetësinë karakteristike që e dallon gjithmonë në mëngjeset e shtëpisë së Big Brother Kosova. Ndërsa banorët e tjerë zvarriteshin drejt kafes, Toni dukej sikur ishte në një film komik, I qetë, I fokusuar dhe me mendjen diku tjetër, dhe ajo diku tjetër quhej Benita, pasi mbaroi kafshatën e fundit. Ai u drejtua drejt oborrit ku Benita po ngrohej në diell. Ajo ngriti syt, pak e habitur, pak e kënaqur, si gjithmonë kur Toni afrohej. Toni, pa asnjë hezitim, me atë stilin e tij spontan që askush nuk e parashikon. Ju afrua, buzëqeshi lehtë dhe e puthi Benitën në buzë, banorët që ishin aty pranë mbetën me gojë hapur. Një pjesë filluan të qeshnin, të tjerë u lëritën opa. Ndërsa kamerat e Big Brother fokusuan menjëherë momentin, duke e shndërruar atë në skenën më të bujshme të mëngjesit, Benita u skuq, por nuk e largoi. Përkundrazi, buzëqeshja I tha me zë të ulët, po na zbulon kështu në mëngjes? Toni qeshi, ngriti supet dhe ju përgjigj, ma mori mendja. Që jemi gati të bëhemi çift. Dhe kështu, pa shumë fjalë, pa deklarata zyrtare, me një banane dhe një puthje, Toni dhe Benita I dhanë sinjalin e parë të qartë se ndoshta këtu po lind çifti I dytë I shtëpisë.
Në dhomën e komentimit, ndërkohë, producentët me siguri po përgatisin tashmë titrat romancë e re? Po nis historia Toni Benita. Pa mbushur ende 24 orë brenda shtëpisë së Grande Fratellos, Dolce ka përmbysur krejt dinamikat e lojës dhe është shpallur tashmë si më e votuara nga publiku. Një hyrje e qetë, me buzëqeshje të sinqertë dhe elegancë natyrale, u mjaftoi që Italia të futej menjëherë nën magjinë e saj, që në minutat e parë të transmetimit, komentet, televotimet dhe rrjetet sociale shpërthyen. Fjalët ishin të njëjta, "Ci questa ragazza?" Bellissima, Dolce si harubato il cuore, banorët, të habitur nga mënyra se si energjia e saj mbushi shtëpinë, nisën të flisnin që në mëngjes për çfarë po ndodhte jashtë, por asnjëri nuk e imagjinonte se publiku do e ngrinte kaq lart. Kaq shpejt. Ndërkohë, produksioni e konfirmoi, Dolce ishte emri më i përmendur i natës, më i kërkuari në televotime dhe më i votuari për imunitet. Atmosfera u tensionua lehtë në shtëpi, disa banorë filluan ta shikonin me admirim, të tjerë me kurreshtje, dhe disa me frikë të fshehur se prania e saj do ndryshoj të gjithë ekuilibrat e lojës, por Dolce, e qetë, vazhdoi të sillte po të njëjtën butësi, po të njëjtën buzëqeshje që kishte krijuar magjinë e parë. Publiku italian tashmë po e quan la preferita. La sorpresa dell'anno, madje disa edhe vincitria e mundshme, dhe ironia e madhe, ajo nuk ka bërë ende as 24 orë brenda, nëse ky është fillimi. Imagjino çfarë do ndodh pas ditës së parë të plotë. Dolce është gati të shkruajë një kapitull të ri në Grande Fratello, dhe publiku është me të që tani.